dhe kemi kohë 60 ditë nga moment që ta zgjedhim presidentin. Nuk zgjidhet, ne jemi para një date konkrete që është 11 nëntor, 45 ditë nga ajo ditë është 27 dhjetori dhe këtu jemi. Pra në secilin kombinim, çdo gjë shkon në favor të vetëvendosjes kjo çfarë ndodh aktualisht dhe me gjas vetë LDK-ja në një pozicion edhe Abdigjiku tregues që po do me kontribu në zgjidhjen e krizës, në farforme pjaletson këtë skenar, këtë rrugtim vetëvendosjes, por në anën tjetër nuk ka se çfarë bëjnë ndryshe në këtë situatë kur PDK-ja është tërhequr, pra sepse LDK-ja nuk dëshiron të renditet në zjerin blok, as këndej, as anej, pra. Po e sheh veten si partitë vetme që don me kontribu me te kalu krizën, por në fund jam i bindur që Abdigjiku e din që Kurti s'është interesuar me gjithë zgjidhjen me LDK-n. Si pasojë e kësaj, unë nuk pres që presidenti dal nga një marrëveshje nga këto takimet me Abdigjikun, unë pres që ndodh kjo, pra ky skenar ku Kurti në fund do t'jap emrat e tij dhe do të pres propozimet e tjera nga subjektet politike. Pra një ripërsëritje arbeni situatës së prillit majit para zgjedhjeve të 7 qershorit dhe një pat pozicion po e them kështu që pritet ose tenton zoti Kurti ta nxjerr opozitën dhe pastaj të fajsojë njëra tjetrën nëse vendi domethënë kam një pyetje për Fidanin, lutem vetëm që ta ndjek. Nëse a mbetet hapësirë, nëse për shembull Abdigjiku javën e ardhshme del me 2 emra mbas